kohën e limituar. Si urdhëro zoti Dugolli? Faleminderit që u kyqe, unë një gjë mund të garantoj, vullnet politik për me ndihmu edhe veteranët, edhe invalid, edhe familjet e dëshmorën nga qeveria Kurti ka pas dhe vazhdon të ketë në vazhdimsi. Komunikimi, unë nuk mund të zgjedh komunikimin mes jush si e bënin në formë zyrtare, por një gjë e di se jam dëshmitar, pra edhe ti ke qenë në takimin e parë kur e ka marrë në 2021 ke qenë para 6 vjet. Po edhe unë kam insistuar në vazhdimsi që trajtohen temat që lidhen me këtë kategori, por ka pas ti din, nuk je ti, po dikush tjetër që s'po du m'ja përmend emrin, në atë takim insistente në gjëra tjera për cilat unë m'je keq, po nuk mund të Soi shoqatën e invalidëve të luftës kushtërisë kombëtare të Kosovës. Dhe unë kam pas edhe kam bë kërkesë zotit Kurti, zotit Konjusa, ministrave, kam kërkesa zyrtare që kam kërkesa, por asnjëherë nuk kam gjetë gatishmërinë e ministrive dhe qeverive. Njëkohësisht, zoti Biçi i kam shku 4 herë në zyre me kërkesa edhe për takimet më të tjeshme, e kam ftu në zyre tem me diskutu këtë gjëna. Ka ardhë, 2 herë ka ardhë, edhe është largu nga se nuk ka pas vullnet edhe nuk dojnë me trajtu këtu kategori. Po, vetëm pak, Unë kam kërkesat. Unë ju inkurajoj që një emision të kushtrimi dveçant, Aziz Biçi është ka edhe guxim, edhe qytetar, edhe intelektual, edhe që vjen edhe të përgjigjet në gjithë. Mirë, zot, vetëm pak, zoti Shurdha e that fjalën tuaj, e morët të përgjigjet vetëm pak.